Prime i djeshëm ka qenë një prime mjaft, po themi, i shikuar pasi ka hyrë për herë të dytë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ish fituesi ose më saktë fituesi i Big Brother VIP 2 Luiz Elli. Për të folur mbi dinamikat që ndodhën në mbrëmë dhe mbi lojën që bën Luizi, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mili. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, si e pat këtë hyrje të Luiz Elli dhe çfarë debatesh e dinamikash pat shtëpia pas hyrjes së tij në Big Brother? Guri dje ja ndezur dritat e shtëpisë sërish, pasi Luizi i Fiku i ka ndezur sërish pas 2 edicioneve, 3 mund të themi qartë. Luizi ka hyrë si Luiz, kemi parë çik reagimet e banorëve të cilët shumica janë shtangur për hyrjes të tij. Për fjalë më shumë Kristi, Selin, Miri që e mori pak si kështu, gjithashtu dhe Rogerti që e prisnim reagimin e tij të tillë, edhe kundërshtimin që do t'i bënte Luizit. Në pyetje që u bë banorëve pasi Luizi hyri, për lojën në thonjza që i bëri produksioni për eliminimet se kush do dali, vetmi që u tregu i qartë që ka kuptuar gjatë kësaj ka qenë Kristi, i cili ka thënë që shpëton Brikena me Mirin, del nominim kok më kok Luizi me Artanin, Artani nxjerr jashtë Luizin dhe Artani fiton një merit madhe sepse ka nxjerr jashtë Luizin. Aty e hodhi kunjës që e ka kuptuar gjithë skemën që po ndodh. Në krau tjetër kemi Rogertin, i cili pas marrimit të Prime në darkën e tyre ka pasur një gjak ncefje të ta thoja, me shumë fjalë të rënda kundrejt Luizit, duke i quajtur ti bizosgji, erdhe prapë, mos më bëtë fortin më këtu, gangsterllaj që të lëri jashtë që i ke thënë dhe ti në Big Brotherin tënë. Ndërkohë në krau tjetër Luizi mban qendrimin e tij tepër i qetë, se fundja Luizi nuk është lojtar aty, ka një mision, ka hyrë për të bërë misionin e tij, edhe mund të them që po arrin mjaft bukur. Ka tërhequr komplet vëmendjen e publikut, të gjithëve, duke qartë asnjë dhe klikime që po merr tashmë Big Brotheri, e panë dhe gjatë live-it dje në live streamin në YouTube, klikimet që ishin dy fishe atyre që shohim çdo Prime. Shohim klikimet që me Instagram, kudo që përbëhet Luizi brenda. Luizi është fenomen i këtij formati, ajo dihet tashmë. Kam parë që Luizi një nga misionet e tij është Brikena Mateo edhe Steliano me Juelen. Stenaldo, më fal. Kam parë gjatë darkës dje që ka bërë disa ngacmime Stenaldos me te Juelës, duke i thënë, duke i hedhë kunja që jeni të vetmi që mund të krijojë një dasëm këtu brenda dhe do ishte një dasëm fantastike. Duke i thënë gjithashtu që Brikenës janë mbushur pishinë me trëndafila, po ajo zgjodhi bolin. Në krau tjetër kemi Gocën, e cila njëherë është me Tjatin, njëherë është me të dashurin, kështu që nuk ka asnjë lloj dasme përveç Stenaldos edhe Juelës. Duke i hedhë kunja njëm dy Juelës, duke ja mbushur mendjen që Stenaldo është djalë i mirë, etj. Më pëlqen se si po afrohet Luizi me disa banorë aty brenda, duke i favorizuar ashtu siç duhet dhe duke i dhënë meritat atyre si lojtarë aty brenda, mund ta quajmë kështu. Do doja të zgjasë më shumë koha e Luizit, jo deri të martën të fundit, por që ditë them që dije na ka lënë pa gjumë jo vetëm mu, jam i bindur, por shumë njerëz të tjerë. Në fakt ka pasur disa ngacmime që Mateo i ka bërë ditën e sotme Luizit. Po, i kam parë edhe më duken mos e normale, sepse Mateo u trondit dije në zgjedhjet që ka bërë Artani, sepse siç e dim ata brenda nuk e din lojën që ka bërë produksioni, mendojnë sikur janë nominim çifte dhe është tronditur Mateo dhe ka frikën sikur Brikena do t'i dalin për shtëpie. Edhe është mos e normale që të kundërsulet Luizit për të mbrojtur Brikenën. Kemi parë thënien që ka thënë që i ka përmendur smundjen e tij që ka bërë lojën në Big Brotherin, gjithashtu i ka përmendur dhe dashurinë, që këtu s'ka dashuri siç a ka dashuri këtu siç ke gjetur dashurinë tek Big Brotheri jot? Punja të tilla, por Luiz nuk ka se vetë mendje për këto, sa është mjaft i zgjuar dhe i kupton shumë mirë skemat që i bëjnë banorët e të brenda.
Por Mateo e kam parë shumë të vrashti, shumë i vrarë edhe shumë i mërzitur, dhe besoj se kjo është arsye që edhe Luizi është afruar Brikenës edhe dje edhe sot gjatë zimit, duke i përmendur, duke pyetur Troç me pak fjalë që pse se do ti, a ke pëlqim ndaj Mateos apo jo? Edhe duke bërë ato batutat e tij, unë prandaj po tri larg se ti dëshiron burrat me bark, bjon, sy kaltër e tej. Brikena vazhdon dhe i qëndron qëndrimit të saj, për shumë që nuk ka një pëlqim për Mateon dhe duket qartë. Duket shumë qartë, por thjesht Luizi tentoi t'i tregonte që nëse s'ke pëlqim, thjesht largohu, mos e shif që kur ke interes, vetë i thua një fjalë, e tërheq prapë të djalë, kur s'ke interes e lë mjan dhe e shtyn. Pra, Luizi misione ka që ta nxjerrin publik se çfarë vërtet po ndodhet midis këtyre dyve. Kjo është e gjitha. Kurse një mision tjetër që mund të ketë Luizi, mund të jetë misioni Miri, Selin, se kemi parë ngacmimet që ka bërë Miri gjatë ditës sot dhe gjatë ditës dje, gjatë natës dje, më fal. Duke përmend gjithmonë goca me kunjzat e tyre, por nuk e se është marrur shumë me Mirin, se të them diçka një gjë të keqe se nuk e lë Artani rahat. Artani nuk i shitet Luizit në pas. Edhe kjo mund të jetë një problem për Luizin, që nuk mund të ketë ato debate që do me secilin aty brenda. Nga ana tjetër, Prime-in e djeshëm ka pasur në fakt një temë diskutim mjaft specifik lidhur me raportin që ka Miri, DJ Gimbo dhe Selin. Si e pat atë momentin ku asnjëri nuk thoshte të njëjta gjëra, as Selin as Miri, lidhur me një situatë ku ishte përfshirë dhe Gimbo? Dije kanë dalë fjalët e mia që unë kam përmendur më përpara. Unë kam thënë që Miri po i përdor Selin dhe Selini po përdor DJ Gimbo, mund ta quajmë. Është mos e normale mos të bien dakord në fjalët e tyre, sepse nuk po kuptojnë dot lojën e njëri tjetrit më. Domethënë, më duket se Selin ka krijuar ndjenja për Gimbon, edhe komunikimi që ka pas me Mirin e kanë humbur rrugës të dy. Miri qëndron në lojën e tij që ka nisur nga dita A. Thjesht Selini nga hyrja e Gimbos ka ndryshuar pak taktika, edhe në mesazhet e tepërta që ka marrë kundrejt Mirit nga familjarët e saj, pothuajse ja ka ndryshuar çik strategjinë dhe pak qëndrimin e saj që mban kundrejt tij. Mund të them që ka qenë pak si e shpifur e gjitha kjo, se shohim në fillim shohim që marrin në dhëmë të rrëfimit, Gimbon me Selin na nxjerrin një emocion mjaft të bukur, si një çift i ri, si dy njerëz të rinj që po krijojnë diçka, ato të qeshur, ato batutat, e gjitha këto. Edhe të gjithë menduam sikur këta janë pajtuar do shohim një lidhje. Pas kësaj të produksioni u tregu mjaft është treguar pak si i ashpër kundrejt tyre, edhe duke nxjerrë një klip Selinit edhe Mirit, ndërkohë që të gjithë në led në living duke e parë gjithë ka qenë ajo pjesa që diskutonin për Gimbon, të ta zënë. Se Miri ka deklaruar qartë që ajo biseda ka qenë për Gimbon, pavarësisht se pastaj Selin e mohoi, edhe Miri filloi e drodhi, edhe mundoheshin ta manipulonin të gjithë këta. Mua diçka më bën përshtypje. Pavarësisht se Selini ishte vetëm që doli keq në këtë mes, siç kanë thënë se Miri e përdor Selinin ashtu si çdo ai, edhe duket mjaft qartë. Ja mbështes mendimin Gretës që thotë Selini manipulohet prej Mirit. Mua më bën çudi që Gimbo është duke bërë për lojë, apo nuk arrin ta kuptoj se çfarë loje po i bëjnë. Po i bën më saktë Selini këtij, sepse pas kësaj, pas Prime-it kemi parë sërish bisedun dhe fillun prapë për këdhelje dhe u ribashkuan sërish. Po nuk e di, e ka për lojë një strategji që mund të jetë dënë prej gestit, siç kemi parë dhe gestin lojët e tij që ka bërë në Big Brother-in e tij me Eglin gjithashtu, apo ka ndjenjë edhe në ndjenja e tepër që mund të ketë, ai e toleron dhe e fal sërish. Më vjen vërtet keq për Selini që është në këtë mes, sepse është shumë vajzë e mirë, e logjikuar, e shkolluar, duket qartë, por po manipulohet dhe po nxjerr veten e saj keq në çdo aspekt. Do më pëlqente Selini që ta merrte lojën e saj në dorë pas kanë mjan.
pa gimbon dhe pa mirin. Siç ajo deklaroi gjatë Prime-it që unë nuk do merrem me këto situata, po pati diçka në një konflikt diçka do merrem, po s'pati ditën tjetër në menim shpitime. Nuk e di se si do shkoj kjo gjë, por që i vetmi përfituar në këtë mes është miri. Dhe ndaj duhet të dalë prapë këtu që miri është thelbi i çdo gjëje të brenda midis Selin dhe Gimbos dhe çdo gjë që vjen rreth Selinit. Miri është i vetmi që e përfiton në gjitha kjo. Ndërkohë kemi pasur edhe një surprizë mjaft të bukur për Kristin. Po, mund të them që ka qenë një surprizë shumë emocionuese. Kemi parë vëllezërit e tij të cilët kanë ardhur njëri pas tjetrit, një rrefim të bukur që ka bërë Kristi në ato pak minuta gjatë surprizës. Më në fund e pam dhe Kristin duke lotuar, që gjithë po e prisnin, a ka ndjenja Kristi, as ka ndjenja që apo jo. Kristi tregon një anë tjetër të vetes së tij. Më pëlqeu shumë, më preku shumë, kishte dy vëllezër të mrekullueshëm. E përgëzoi Kristin për familjen e tij. Gjithashtu Kristi dije tregoi që është vërtet një lojtar. Ai u shpreh që un kam dhënë 100% tim këtu, jam shyer, jam këmbosur, duke vënë djeni që unë kam lënë pas botën time jashtë dhe unë jam këtu i fokusuar 100% dhe unë dua ta fitoj. Edhe këtë mesazh i dhan dije edhe vëllezërit e tij që mos dil pa e fituar këtë lojë. Edhe pse jo mos ta fitoj Kristi, se më ka pëlqyer Kristi që ditën pavarësisht disa gjërave që kanë ndodhur në ditët e para të Big Brotherit, por Kristi ka bërë lojë, të jemi sinqert, dhe ka bërë lojën vetëm, pas një tjetër në krah. Me ato pak ide, me ato pak strategji që ka pas, por ka bërë lojë dhe ka treguar që është lojtar i argumentuar mjaft bukur në çdo lloj debati, argumentet e tij nuk i mungojnë as edhe një herë, edhe do më pëlqente që Kristi pse jo mos të ishte një fitues, një prej fituesve. Levis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.